Më 6 janar, në fshatin Polen të Bashkisë Korç, prej vitesh ruhet një traditë e veçantë që shënon nisjen e karnavaleve, një festë simbolike që lidhet me rituale të hershme dhe largimin e energjive negative. Kjo ngjarje, e trashëguar brez pas brezi, përfaqëson një nga zakonet më të vjetra të zonës. Banorët e Polenës, të njohur për përkushtimin ndaj trashëgimisë kulturore, vishen me kostume tradicionale të punuara me lëkurë kafshësh, këmbor dhe maska, duke interpretuar skena rituale sipas fabulave të caktuara. Tradita ka origjinë pagane dhe gjen ngjashmëri me rritje të zhvilluara edhe në disa vende të Ballkanit. Megjithse u ndërprer për dekada, gjatë periudhës së sistemit komunist, kjo festë u ringjall pas vitit 1990 dhe vijon të organizohet çdo vit, fal përkushtimit të banorëve vendas, kryesisht të rinjve, të cilët po e mbajnë gjallë këtë zakon mbi 300 vjeçar. Organizatori i karnavaleve, Gjergji Minka, thekson se pavarësisht vlerave kulturore që mbart kjo traditë, mungon mbështetja institucionale. Më 1 janar të 91 që kemi filluar. Sot bën 36 vjet, jemi nga të parë në Shqipëri. Kostume si që shikoni të tëra i përgatitin vetë. Të gjitha i përgatitin vetë. Lëkurët, këmborët, rendin lartë e po në përfshatra që i bëjmë. Traditën e kemi gjetur kështu dhe do të vazhdojmë. Nuk e humbasim. Ku jemi mbështetur nga bashkia, nga njerëzit që merren me kulturë në bashki, në Korçë nuk kemi ndihmuar fare. Kemi nevojë për këtë ditë, një ditë që festohen, ndoshta vetëm në Polen, se s'ka fshat tjetër që të ketë festë kaq të organizuar. Rituali i njohur si Arapët e Polenës vazhdon të mbahet gjallë edhe sot, fal banorëve të përkushtuar të këtij fshati, duke mbetur një dëshmi e rrallë e trashëgimisë kulturore dhe identitetit të zonës.